Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Aloe vera, sekreti që shëron diabetin për gjithmonë. Ja si ta përdorni. Aloe vera është një bimë e njohur me përfitime të panumërta shëndetësore. Ajo funksionon më mirë në forma të ndryshme të shëndetit, siç bën edhe për të përmirësuar pamjen tonë të jashtme, lëkurën dhe flokun në mënyra të përgjithshme. Aloe vera mund të ofrojë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në garantimin e një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Sipas The Health Site, përdorimi i aloe verës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe kundër problemeve të ndryshme të imunitetit. Aloe vera është një bimë shumë e mirë e cila mund të gjendet në shtëpinë tuaj për lehtësimin e një sër komplikacionesh. Sipas The Health Site, aloe vera është një ndihmës i mirë edhe për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve i karakterizuar nga sekretimi i uljes së insulinës. Për shkak të tillë, simptomat dhe trajtimi varion dhe duhet të vëzhgohen me kujdes nga eksperti. Një studim në Indi zbuloi se 3.000 persona kishin pasur paksim të niveleve të sheqerit në gjak me 90% të rasteve, pasi ishin ushqyer me përmbajtje të aloe verës. Gjithashtu, përpara përdorimit, konsultohuni më parë me mjekun tuaj për të evituar çdo komplikacion të mundshëm. Aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe për rritjen tuaj të flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse i japin aloe verës mundësinë që të jetë shumë e dobishme për të balancuar pH-in e kokës, gjithashtu edhe për të evituar një sër komplikacionesh të tyre. Gjithashtu, aloe vera e përdorur në këtë rast do të japë një rritje më të mirë të cilësisë së flokut dhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Aloe vera ka efekte të mira antiinflamatore, çka do të nxisin edhe një organizëm më të mirë ushqyes në mbrojtjen e shëndetit tuaj, citojnë ekspertët e Health Site. Që prej vetive të pabesueshme që ka në lehtësimin e problemeve të lëkurës, aloe vera ka veprime të mira në agentët të cilët mund të ndikojnë edhe në shëndetin tuaj, ku ka konfirmuar një studim i ri se aloe vera mund të nxjisë edhe lehtësimin kundër radikaleve të lira dhe gjithashtu të japë rezultate fantastike mbrojtëse në dobi të shëndetit tuaj. Veprimet e aloe verës janë të mira edhe në rregullimin e lëkurës së dëmtuar, sidomos edhe asaj që nxitet edhe nga dëmtimi i rrezeve të diellit. I ftohti shpesh shkakton probleme të shkatrimit të qelizave, duke sjellë kështu edhe probleme dhe hapje të lëkurës. Prandaj, përdorimi i aloe verës në këto raste do të nxjisë një lehtësi më të mirëshërues dhe mbi të gjitha, duke sjellë rezultate fantastike në mbrojtjen e saj, sidomos kur temperaturat e jashtme ndikojnë në drejt për së drejti edhe në shëndetin e lëkurës. Aloe vera është një mundësi e shkëlqyer edhe në paksimin e dhimbjeve tuaja. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, atëherë mund të përdorni aloe vera. Aloe vera përmban shumë enzima dhe në veçanti është shumë e mirë në luftën për paksimin e dhimbjeve. Ajo quhet iskinase dhe mund të zvogëlojë inflamacionin e tepërt kur përhapen në lëkurë për të larguar gjithashtu edhe dhimbjet. Të tjera enzima të bimës së aloe verës mund të përdoren për të lehtësuar edhe probleme të ndryshme të lëkurës suaj, citojnë ekspertët e Health Site. Aloe vera është një bimë fantastike edhe në luftën kundër problemeve të akneve dhe mund të nxjisë gjithashtu një lehtësi më të mirëshërues të shëndetit tuaj. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve të shumta, një prej të cilave është edhe zinku, aloe vera luan një rol kryesor në produktet e bukurisë, duke nxitur një relaksim më të mirë të lëkurës, gjithashtu edhe në lehtësimin kundër problemit të akneve. Studimet këshillojnë përdorimin e aloe verës si një element ushqyes për shëndetin e lëkurës fal elementit të zinkut, që është një mundësi e shkëlqyer kundër komplikacioneve të akneve në lëkurën tuaj. Aloe vera ndihmon gjithashtu edhe në shkëlqimin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme të cilat i duhen shëndetit tuaj të lëkurës dhe gjithashtu do t'japin rezultate mjaft të mira ushqyese në këtë aspekt. Minerale kyçe të tilla si
kalciumi, kaliumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Në këtë mënyrë do të përmirësojnë në shkëlqimin e lëkurës suaj dhe mbi të gjitha do të ndihmojnë në eliminimin e problemeve të ndryshme të saj. Aloe vera është një bimë fantastike pasi përmban gjithashtu edhe aminoacide thelbësore në mbrojtjen e organizmit. A e dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, 8 të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve të ndryshme. Aloe vera është një bimë fantastike e cila ndihmon gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës, duke nxitur një organizëm më të fortë dhe një trup më të shëndetshëm. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave të cilat do të bëjnë mrekullinë edhe për tretjen tuaj efikase. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit, gjithashtu edhe të yndyrnave të cilat shkaktojnë probleme të njëpasnjërshme me tretjen. Ndaj përdorime të rregullta të aloe verës do të nxisin një mbrojtje të shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e LSI. Aloe vera është një bimë fantastike në betejën kundër komplikacioneve. Bima aloe verës çuditërisht përmban nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, bimën aloe verës mos nguroni që ta përdorni vazhdimisht edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është një bimë fantastike edhe në rritjen e vlerave të trupit. Ndaj sigurisht përdorimi i kësaj bime do t'japë rezultate të mira edhe në shëndetin tuaj. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës, si vaj esencial, ka veti të fuqishme ushqyese për organizmin, gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të trupit, citojnë ekspertët. Qytetrimet e lashta e vlerësonin shumë bimën aloe verës, e cila mund të përdoret si një lehtësuese kundër komplikacioneve dhe gjithashtu duke nxitur një organizëm më të fuqishëm. Vlerat e bimës së aloe verës janë cilësuar sipas ekspertëve si një nga zgjidhjet alternative më të mira në dobi të shëndetit. Aloe vera është e mirë edhe për shëndetin e stomakut. Vaji i aloe verës ka avantazhe të mira kundër inflamacioneve. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tuaj tretës, duke nxitur kështu një organizëm më të fuqishëm në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i aloe verës është shumë i dobishëm për zorrën e irrituar, gjithashtu edhe për komplikacione të ngjashme. Aloe vera dhe vaji i saj kanë efekte të mira kundër shenjave në lëkurë, dhe rezultatet që do t'jap do t'jenë fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Vaji i aloe verës përdoret për potencialin e tyre të mirë për shërimin e lëkurës dhe parandalimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të lehtësojë zgjerimin e kapilarëve dhe të mbrojë lëkurën, ta bëjë më të bukur dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Sistemi juaj imunitar do të përfitojë nga përdorimi i lëngut, vajit dhe xhelit të aloe verës. Vaji i aloe verës mund të përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelin e glukozës dhe diabetit. Ai mund të lehtësojë astmën dhe problemet të tjera të imunitetit. Vaji i aloe verës mund të përdoret si deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund të përdoret si një deodorant natyral për të larguar aromën e pakëndshme të trupit. Për më tepër, ky vaj mund të mbajë nën kontroll problemet të djersitjes. Atë mund ta aplikoni si vaj duke lyer zonat që djersiten më shumë ose ta përdorni si spërkatës për një zonë tjetër për një arsye. Gjithashtu edhe shëndeti i lëkurës suaj do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i aloe verës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.